Humbja e pësuar nga Kuqeblut në javën e 21 të Superligës së futbollit shqiptar përballë Tiranës, bëri që Vllaznia të regjistrojë humbjen e 4 trallazi në ballafaqimet e vitit 2015, 3 prej të cilave në kampionat dhe 1 në Kupën e Shqipërisë, ku duke i shtuar edhe atë të pasuar në fundin e vitit të kaluar me Skënderbeun, numri i tyre shkon në 5. Nisur nga ajo që u dha në fush për hir të së vërtetës, duhet pranuar se loja e Kuqebluve në këtë takim ishte tjetër në krahasim me ndeshjet e mëparshme, madje nisur edhe nga komentet e specialistëve të futbollit shkodran, përpos barazimit krejt të mundshëm, Vllaznia mund të dilte edhe fituese. Megjithatë, humbja është humbje dhe ajo të detyron të komentosh ndryshe. Aq më tepër kur edhe njëra nga skuadrat e fundit të tabelës së klasifikimit, Elbasani, këtë javë ka fituar duke dhënë seriozisht sinjalet e përpjekjeve për të shpëtuar nga rënja në kategorinë e parë. Aktualisht rreziku më i madh shfaqet për Teutën e vendit të 8 që ka 19 pikë përkundrejt 12 të Elbasanësve, por menjëherë pas Dursakëve e kërcënuar duket edhe Vllaznia e vendit të 7 me 23 pikë të grumbulluara. Natyrisht që 11 pikë distancë me Elbasanin e vendit të parafundit konsiderohen të mjaftueshme që shkodranët të mbajnë diferencën në fjalë deri në fund të kampionatit. Por gjithsesi, nëse situata në kampin Kuqeblu nuk do të ketë ndryshime për mirë gjatë periudhës në vazhdim, duke qenë se në kalendar janë edhe shumë ndeshje, frika se në kampin Kuqeblu mund të ripërsëritet sërish një tjetër situatë tensioni, siç ishte në fazën e parë të kampionatit, është prezente. Ndeshja rradhës është në transfer përballë skuadrës vlonjate Flamurtari, prej së cilës kërkohen patjetër pikët e duhura. Të paktën edhe një barazim i mundshëm për të dhënë kështu sinjale të shpresës së rikthimit, sepse në rast të kundërt situata bëhet me të vërtetë problematike.